أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأذريمة إتاكوني بتم الله عز وجل Salavatet dhe salamat ja dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Allahut azza wa jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e tretë me radhë të namazit të natës dhe jemi duke folë për një temë të këndshme, të rëndësishme, e ajo temë është Kurani, le gjurmë të pashlyeshme. Dhe këto gjurmë i kupton vetëm ai i cili ka kaluar nëpër këto fërkema, këto gjurmë, vetëm ai që i ka përjetuar këto gjëra. Dhe kemi thonë që Kurani i jep pozitë edhe vlerë insanit, qoftë njerëzit këtë dunja, qoftë botën tjetër. Ai gëzon respekt s'pari te krijuesi, te ai që ka shpallë këtë libër, pastaj te melekët, Allahut azza wa jall, krijesat më të ndershme, e pastaj te njerëzit. Do të mundohemi në këto ligjërata me shpalos bukuri të cilat tregojnë se për ne me Kurani le gjurmë të pashlyeshme, për ne me kush ka punë me Kur'an, ka me qeni bekum, ka me qeni ngritur. Dhe për këtë arsye ku marrë këtë cikl të ligjëratave, edhe tash, edhe namaz sabahut është cikli praktikisht i ngjajshëm, po me tematika tjera. Cikli sabahut është pse duhet ta lexojmë Kur'anin. Çdo sabah e sjell ka një motiv, arsye pse duhet me lexuar Kur'an. Ndërsa ky cikël trajtojmë çështje tjera, të cilat po ashtu kanë të bëjnë me Kur'anin, për të treguar madhështinë e këtij libri dhe për ta ngritur vetdijen e lartë që nuk guxon muslimani mi thon veti musliman, edhe me thon nuk di me lexu Kur'an, pavarësisht moshës që e ka. Bukuria e radhës, kanë thonë ulemaja, është min ijlalillahi azza wa jall ikramu hamilil Kur'an. Allahu akbar. Prej respektit Zotit, prej madhërimit Zotit, është me respektu bartësin e Kur'anit, hafizin e Kur'anit. Të na, falë Zotit, bartësit e Kur'anit respektohen, shumicën e rasteve vlera atyre dihet dhe vlerësohet nga ana e popullit tonë. Hadithi është nga Ebu Musa el-Esh'ari, të cilin hadith e ka regjistruar Abu Davudi në Sunen e tij dhe e ka saktuar Sheikh Albani. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Inna min ajlalillahi azza wa jall ikrama dhi shaybati al-muslim." Prej madhërimit Zotit, respektit Zotit është me respektu plakun, muslimanin i cili është plak në Islam. Moti ku falet, ose musliman ju kanë thi flokët, mjekra i ka bo do vjetë. E Islami kërkon nga ne që të kemi kujdes nga ndaj këtij personi, ta respektojmë, është rrit edhe është plak me namaz. Kush është personi që është plak me namaz? Allah ka thënë në surën Ma'arij: "Walladhina hum ala salatihim daimun." Dhe ata të cilët hanë don kanë fal namaz. Jo rrit me namaz. Për shembull, dele vetë një fëmijë lagje që o rriti ka bot 18-20 vjet, thot: "A njeh be filan haxhin?" Po valla njoh, si e kum nis me dit pak me lut gazuza në sokak, gjithmonë e kum patur shku namaz. Dreka namaz, ikindia namaz. Unë që shtu e maj men haxhin. E këtë person është obligim fetar
me respektu, me nderu. Personi dytë, wa hamilil Qur'ani ghayril ghali fihi wal jafi an. Kërkohet nga ne që ta respektojmë hafizin e Kur'anit, i cili as nuk e tepron me Kur'an, as nuk e lë mangu Kur'anin. Do ta kuptojmë çka është teprim dhe lë mangu. Për respekti i Zotit është edhe me respektu hafizin e Kur'anit, barsin e Kur'anit. Edhe treta, personi tjetër është wa ikrami dhis sultanil muqsiti. Për respektimit dhe madhërimit të Zotit është me respektu kryetarin, udhëhecin e drejt, i cili ka frikë Zotin e vet në udhëhecje dhe ka rahmet, edhe mëshirë ndaj personave që i ka në udhëheqjen e tij. Meselja parë është respektimi i të shtyrit në moshë nga mesi i muslimanëve. Është obligim fetar me respektu të mëshuarin, me pas rahmet ndaj të mëshuarit, me ndihmu të mëshuarit, me arsyetu të mëshuarin, sidomos me arsyetu nëse u plak me një mesele kohë gjatë. Edhe me bomi thonë ati dallash e ki, nuk është rregull. Nëse për me ka dallash duhet ka dalë me spjegu. Jo më njëherë rriti ati zde, dy shkollë si ki. Nuk është kjo edukat islame. Edhe përmirësimi i gabimit kërkon gradualitet, kërkon edukat. E ke pa ku t'jeni virus trup, nuk t'kalon për një natë. Duhet gradualitet, terapi, një javë, 10 ditë, që ashtu edhe përmirësimi i gabimit duhet terapi. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për respekti i Zotit është me respektu plakun e mëshuar në Islam. Edhe me qenë i rahmetshëm me te. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, lejse minna men lam yarham saghirana wala yahtarim kabirana. Nuk është nga praktikuesit e sunetit personi i cili nuk e mëshiron të voglin edhe s'ka rahmet ndaj plakit më shumit. Nuk është nga rruga e pejgamberit sa ky person. Ai i cili nuk din me mëshiru pra të voglin, edhe nuk din me qenë, do thotë, i sjellshëm dhe i respektuar ndaj plakut. Pejgamberi alayhis salam sa që i ka pa fëmia i ka përshëndet, i ka afru, ka qenë i afrushëm pejgamberi, pavarësisht pozitës. E kam pa një ditë e nesën të dalë me xhamatin mas njëri prej namazeve, mas dekjes pejgamberi po flas, edhe i ka pa du fëmijë në lagje të xhamis, i ka prek, edhe i ka përshëndet fëmia me selam, i ka prek në kokë, i ka ledhatu. Edhe çka ka thonën? Mënere ka arsetu, hakadha ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Thot, unë e bëj këto se çështu e kum pa tu vepru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka bënë veprim, i ka kallëzuar që këtë punë nuk e kompi vetit, pa e kum pa me sytë e mi pejgamberin sa pse ka pa, se 10 vjet i ka shërby e nesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet me respektu plakun i cili është i shtyrë në mosh, edhe me qenë i rahmetshëm me te, nga se ka thonë pejgamberi sallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, nëse dëshironi me ju mëshiru ai që është mbi 7 kaçej. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallam, man la yarham la yurham. Kush nuk di me mëshiru kërkon, mos pritë mëshirë pi Allahut azza wa jall. Andaj respektoje njerin që ju ka thi mjekra në Islam. Respektoje njerin që ju kanë thi flok në Islam, ju kanë bërë rrullët në Islam, ka sakrifiku për këtë fe. Moti ku është musliman, para te është praktikues i Islamit. Nuk ka veteran në Islam, ama ka njeri që ka kalu kohë gjatë si musliman. Respektoje, nderoje, se ky nderim i joti ndaj tij është nderim ndaj Allahut azza wa jall. Pse më respektu plakin? Pse më respektua që ju kanë thi flokët në Islam mjekra? Për shkak se ky njeri shpresohet që këto flok, kjo mjekër, këto rrulla që ju ka mund fytyr, i ka bërë duke sakrifikuar për Allah.
E ti çka jetu respektu? Jetu respektu që ato që ka sakrifiku për Allah. E nëse respekton ato, të respekton Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është për respektit dhe madhrimit Zotit Gjelle Uala. Shikoni, sa gjithë përfshirë se është kjo fe. Është fe sociale, është fe dashurisë, është fe respektit. Ku e gjenë këtë respekt? Njerëzit ikin për pleqëve, njerëzit largohen për pleqëve, sot edhe për babës po ikin njerëzit, për prindive. Ama kjo nuk është Islami i vërtet. Kjo nuk është Islami i vërtet. Islami i vërtet thotë që prezenca e plakut, përvoja e plakut ka vend dhe pozitë në Islam. Përvoja e plakut që rrit me namaz, mos janë ngo erën, mos janë ngo axhamillëkin ka njëherë, por merja përvojen gjatë jetës që e ka pas, jetën e përditshme. Personi i dytë tha: "Wa hamilil Qur'ani ghayra al-ghali fihi wal jafi an." Edhe bartësi i Kur'anit, ai i cili nuk e tepron me Kur'an, edhe ai i cili nuk e neglizhon Kur'anin. Çka i bjen më shqip kjo mesele? Kërkohet fetarisht njeri që i ka për mi 6 ajetin kokën e tij, fjalët e Allahut me respektu, jo me shejtru. Dallon shejtrimi, dallon respekti. Në Islam nuk ka shejtrim. Para mendoni pejgamberi sallallahu ja ka tërheq vërejtjen ummetit vetë, ka thonë: "La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam." Mos më trajtoni që kanë trajtu krishterët Isajin alayhis salam. Mos më bëni mu Zot. Mos më vishni cilësitë Zotit. Thuni Muhamedi rob dhe i dërguar i Allahut. Modestia e pejgamberit sallallahu. S'ka dash me përzi me idhujtari. Nuk ka dash shejtrim sallallahu alaihi wasallam. Andaj kërkohet respekti i hafizit ama jo shejtrimi. Jo sikurse te disa sekte që i veshën Islamit në këtë kohë. Shatoje filani, pa që të më vojë, jo s'ka ashtu. Respekt gjithkujt, ama ku gjen pyetje me sjellja, me Zotin, s'ka. Nuk ja përparësi kërkujt para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Feja është fe. Të respektoj ama kur e gabim je. Me respektu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hafizin e Kur'anit, barsin e Kur'anit. Kush është barsi i Kur'anit tha? Ai i cili nuk e neglizhon edhe nuk e tepron me Kur'an. Çka është tepron? Kanë thonë ulemaj ka disa kuptime. Ai i cili e tepron me Kur'an është ai i cili e bën Kur'anin tallava. A e keni pasur? E ka zonën e mirë, mendon që çish knon ilahi, që ashtu do të më knu Kur'an. Ndalët kur nuk duhet mu ndalë, e zgat kur nuk duhet me zgat, bën lajka, bën sjellje. Çka kjo? Sillet poshtë nal tu lezu. Kjo është ekstravagancë, teprim raport me librin e Zotit. Zbukuroj zonin, lezo si ka hi, ama jo me bo sjellje pa lidhje. Jo me tepru me Kur'an. S'është Kur'ani ilahi, s'është Kur'ani kang, është fjalë e Zotit. Respektoje fjalën e Zotit, lexoje si duhet. Andaj hafizi Kur'anit sa i cili nuk e tepron me fjalën e Zotit. Çish nuk e tepron? Nuk bën lajka dhe ekstravagancë për të fituar autoritet dhe pozitë të njerëzit me fjalën e Zotit. E dyta, nuk e tepron me fjalën e Zotit, kuptimi i dytë ka thonë ulemoja, është ai i cili nuk e keq përdor Kur'anin. Çish me keq përdor Kur'anin nga hoxh? Me keq përdor Kur'anin për pozitë. Sa vjen me marr parë ndima, unë i pari jam hafiz i Kur'anit. Se puna më ul në sofër me marr kryt e kinxhit, unë jam hafiz i Kur'anit. Edhe çka e çet katalogin edhe thotë kënoj hatën me parë, 100 euro, 200 euro, 300 euro, pse jam hafiz i Kur'anit. Kjo është me keq përdor Kur'anin, Allah na ruaj. Ki Kur'an më bë pasaj argument kundër këtij ditë gjykimit, Zoti na ruaj. E treta në teprim me Kur'an, kanë thonë ulemoja, është ai i cili e tepron me Kur'an duke lyp për respekt për njerëzve. Vazhdimisht e shef të molist, e shef në ato për tupime të anku, valla unë jam hafiz i Kur'anit dhe ma hiq bes kom respekt. Njerëzit po ma din vlerën, a dini kush jam une, sa kom hek me mësu Kur'anin, sa ashtu, sa kështu, la ilaha illallah. Për kuna e ki mësu Kur'anin? Për këj e bë hafiz? Apo njerëzit a për Zotin? E dyta tha pejgamberi,
hafizi i cili nuk e neglizhon Kur'anin. Kush është ai që nuk e neglizhon? Ai që e neglizhon, ai i cili e ka mësu hafizllëkin kur i ka pas 8 vjet edhe mu kejt namazet i fal me kul huwallah edhe elham. Me shtime kënu një asher, një pjesë Kur'anit, që ata asher reknon që pas më djetë. A o hafiz, e ka mësu edhe mu si ka ranë mend, aty pari me ka përsy. Si ka ranë mend me bo përsëritje Kur'anin. Kjo është a i cili e neglizhon Kur'anin, maze e ka mësu, Allah në rujtë. është mëkat me mësu librin e Allahut, me nderu Zotin më bua hafizën dhe me haru. E dyta neglizhimi i Kur'anit është neglizhimi dispozitave të Kur'anit. Është hafiza ma e qetë leri. I thu, ma bese zbon hafizë i Kur'anit me ngu muzikë, a bese s'këgojle. Ma bese hafizë i Kur'anit zbon me pisigarë në djallë, a bese s'prish punë. Ma mara to, ma këto. Ma se zbon hafizë i Kur'anit pantollë dhe shak mingri, si nuse me dinija. Hafizje. Kjo është me mësu Kur'anit dhe heq. Qka thot Kur'anit ga i lese ka. E treta neglizhim ndaj Kur'anit është njëherë nuk i bjen mend me falë një 2 rekate namaz të shpia me lexu suret gata. Me xhamat, po ankon xhamatin shpej më falë, më knaq. Kur kanë folë sahabët kujshia për hafizin Abdullah ibn Mesudin, kanë thonë ka falë namaz natë gat, sa që e kena nditu bo si bleta. Ata s'ka pas xhama. Ka lezu Kur'an nuk knaq. Gruaja Uthmanit thot, e kom pa burrin tem mas jacis, thot edhe e ka bo hatën e Kur'anin në 1 rekat. Allahu akbar. Duke është thot, është ma mund në kjo, s'na rrug neve kjo mesele, s'na rrug, se me na ka kapaciteti. Andaj hafizi Kur'anit, është ai që nuk e tepron Kur'an me Kur'anin, e kuptum shka është nuk e tepron, edhe nuk e neglizhon në tërësi Kur'anin famlar, por e ka katalog tjetër, sistem edhe ligjvënës jetës e ti të përdishme. Thjesht, qysh ka thonë Aisha, kene khuluquhu el-Kur'an, morali pejgamberit ka qenë Kur'an, edhe ka qenë pejgamberi Kur'an i gjallë që jesë mbi tokë. Gjithashtu, tha wa ikrami dhi sultanil muqsit, kërkohet fetarisht që me respektu kryetarin, qof komunës, qof xhamisë, qof katundit, qof shtetit, i cili kryetar nuk ma anë, po mbat drejtësi dhe vlerëson drejtësin ma shumë se çdo interes. Interes farefisnor, interes shoqëror, interes familjar, interes politik, çfarë do interesi. Kur vjen puna drejtësia, ai gjykon drejt, ma drejtësi. Pse? Për shkak se Allahu tha, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Mani drejtësi, se drejtësia është më afër takvas dhe më afër devotshmërisë. Çështja e radhës prej dobive është që kanë cek dietarët për të respektuar hafizi i Kur'anit dhe për të zotruar respekt te krijesat e Zotit dhe te Allahu, duhet me qenë drejt edhe duhet me qenë matur. A beshefni që jeta u bë dinamike. Shumë u bë zor me fol drejt, shumë u bë zor me xhiku drejt, shumë u bë zor me qenë matur në fjalë dhe vepra. Rrethanat ju bë tilla. Por kërkohet që hafizi të jetë shembulltyr këtë drejtim. Shembulltyr në mbajtjen e drejtësisë edhe shembulltyr në maturi dhe sjellje të maturisë. Gjithashtu, hafizi i Kuranit duhet me qenë mesatar, as me qit lërë, po as me shtrengu, nga se ka thonë pejgamberi selam, len yushadu dinu illa ghalebe. Ai i cili ka shtrengu fen, e ka mujt shtrengimi, e ka kput. Andaj na jemi ummeti mesatarës. Tha Allahu azza wa jall, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Na ju kemi bu umet mesatar. As me tepru, ama as me qit lërë. Më konë njeri mesatar. Kanë orë 2 njerëz 3 gjemë të rritë e pejgamberi selam, se kanë gjetë pejgamberin. Edhe kanë pa Aishën. I kanë thonë Aishës, i dërguja Allahu çka ka bo natën. Jeta ati që shka qenë me ibadete. Aisha ka thonën, pejgamberi selam mu martu, i dërguja Allahu ka falë namaznate, po dhe ka flajt, ka ninua dhe ka hongër, ka pi. Njoj pi djenë dhe thot, a dini shka? Nasi pejgamberi. Njoj tha une,
s'ku mu martu deri sa t'jom gjallë, veç ku mu falë, ku me linu. A i qetri tha, kur s'ku me prish agjerimin, ku me agjeru çdo ditë, ndërsa i treti tha, kur s'ku me flejt natën, ta natë ku mu falë. Shkun. Erë pejgamberi në shpi, Aisha pika zonë që këtë mesele, tha ja Rasulullah, kënë një 3 djemëtri, qështu në vetëm. A dhe pejgamberi sëram, pa përmend emra, dul në gjami dhe hypi mimber, tha u njerës, sa i përket 3 personave që kënë në shpi teme, njëj ka thonë që smartona, ku mu falë, ku me ninu vazhdimisht. A i qetri ka thonë që une s'ku me flejt natën të u falë, ki qetri ka thonë une ku me ninu qdo ditë. Thot sunet jem, thot kështu, une edhe martona edhe jo më robi Zotit, une edhe flej edhe falna, edhe ninoj edhe nuk agjëroj, femen e rëghibe anë suneti, felejse minni, kush largohet nga sunet jem, nuk është nga rruga jeme. Që është mesatarja, dhe do të i kalimi mesatarës, argumenton që ki lethit nga rruga e Zotit Gjellewala. Gjithashtu, prej respektit Zotit është me respektu atë që respekton Zoti. E ka respektu Zoti pejgamberin, na duhet me respektu pejgamberin. E ka respektu Zoti hafizin e Kuranit, na duhet me respektu hafizin e Kuranit. E ka respektu Zoti kryetarin e drejt, na duhet me respektu kryetarin e drejt. E ka respektu Zoti plakun, njeriun që është plak me Islam, ju ka thi mjekra, ju ka thi flok të u falë, edhe na duhet me respektu atë çka e ka respektu Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, shifët qarë që Kurani bon dallime mesin e njerëzve, jo dallime negative, po jep njerëzve vlerë, pesh, ngre njerëz pozitat larta, a dëshon me ngrit këtë botë, edhe botët e dreki Kuranin. Gjithashtu, pëlqejet që muslimani me qenë mesatar çdo punë. Se mesatarja e ma njerin stabil. A ka argumente plot. Ajeti që se këmë harat, o këdhalike gjallnekum ummeten wasata, na ju kemi bu ummet mesatar, dhe jemi ummetin mesatarës. E dyta, fa pejgamberi sallam, inna Allah yuhibbu min al-abdi idha amila amalan an yadkhaluhu. Allahu do pi robit vet. Kur ta boje një jetë me bu një punë të mirë, ta boje si ka hije. E nëse e tepron punë, vështirë është me bu si ka hije punën. Po shka? Me majt rrugën e mesatarës. Edhe argumenti tretë, ka dhe argumente tjera, tha pejgamberi sallam, ahabbu al-amali inda Allah adwamuha wa in qall. Veprat më të dashura te Allahu janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Për shembull, një natë fal namaz natë, 8 rekate. Tanë mos fal hiç. Ma mirë është donat më arë mi fal ka 2 rekate namaz natë dhe me dal, se sa mi fal 8 herë dhe mos më fal hiç. Pse? Allahu ka qef çdo natë me të pon xhami. 2, 4, sa ki mundsi. Ku mu qumë punë nesër, po, veç 2 falja hoqë. 4 falej. Ama çdo natë ka qef Zoti me të pa në xhami. Pse ka qef me të pa në xhami? Se Allahu përmallohet për ty dhe për mua. Allahu përmallohet me të pa tu e qelë derën e shtëpisë së tij. Allahu përmallohet me ta ndi zonën sejdë. Ku të bjerë imami, o Allah më fal. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, fal mua. Allah ka shef me ti di këtu fjallë. Jo është një natë. Thej që një fundit çdo natë ka që me të ndizonin. Se ka mundësi e qëllon jackpoti natën e kadrit, edhe Allahu azza ta pranon doan edhe lutjen. Nuk e dia kemi vakt për hadithin e radhës, po s'po kam që me ju manu më shumë. Besoj që mjaftohemi me kaq. Inshallah vazhdojmë ligjatën e ardhshme. E lut Zotin e Madh që Allahu na bëj për atyre që lidhen me Kuranin, na bëj për atyre që Kuranin e bojnë kandil ndriçues të ecës së tyre në këtë dunjë, edhe udhërrëfyes në këtë dunjë. Dhe në takimin e ardhshëm, Allahu na përmoftë vërtetë tona, agjërimin, doa dhe lutjet. Walhamdulillahi.